Erdhëm. Ose më saktë se era dhe erdha. Nga sot edhe për disa kohë podcasti do të vazhdoj Bill Burr style. Ata që mund ta kenë ndjekur Monday morning podcast Bill Burr. Më thënë, normalisht më mirë se ai, po që të jetë vetëm për disa kohë. Nga t'ja fillojmë mbas gjithë këtyre pushime vere. Ndonjëherë duket shumë e vështirë, duket shumë arrogante ose shumë i hipokrizin të fillosh prapë të ankohesh për gjëra, që është një nga problemet që mua personalisht më shqetëson, më streson fare në rat, keq fare. Ishëm tash për të interesuarit ishëm me pushime në Shqipëri, për shkak se unë nuk jetoj atje, jam studioj jashtë. Se konstatova atë sëmundjen e vjetër që e përmendin shumë njerëz, domethënë, po nuk e di pse nuk ka një tip proteste, qoftë fizike, qoftë ku dëgjon në rrjete apo diçka nga personat që janë më të prekur për ata. E mendoj se kam kuptuar diçka për pjesën e plazhit. Unë isha në pushimin në Zvënec, u premtua një si tip fshat i vogël në periferi të Florës, që do ishte me shumë pak fluks, me pak njerëz dhe kësaj do ishte i pastër, i qetë, pa plera edhe pa të gjitha. Për ata që e kanë ndjekur faqen e Facebookut ose Instagramit, domethënë e kanë parë ato ditë unë që kam qenë me pushime të thotë, kam postuar disa foto, domethënë disa foto që ishte vërtet një turp jashtëzakonisht shumë i madh për ne. Në pjesën publike të plazhit ishte grumbulluar një mal plerash, të cilën unë në fillim gjykova njerëzit normalisht, thonë si çdo njeri tjetër që mendon shpejt dhe nuk e analizon kohën, domethënë dhe unë mua po më vinte shumë turp që wow, si çfarë njerëz shihet, çfarë idiota jemi të gjitha tjera, komplet paketa. Pastaj ditën tjetër shkoj në plazh në mëngjes normalisht. Ai plazhi old school që thonë që në qashtë dhe i klau, si idiot atje vetëm. Gjithsesi, çojm, iki, vë atë stolin tim atje. Edhe kisha afër pjesës ku fillonte pjesa private e plazhit ose e marr me qera nga lokalet që vënë shezllone dhe ishin mirë mbajtur. Individet e dashur që shfrytëzoni një hapësirë publike siç është plazhi, kishin mësuar djem të vegjël me karroca dore, të cilët merrnin plerat nga pjesa private e plazhit, i pastronin atje, normalisht, i hidhnin në karrocë dhe shkonin te pjesa publike e plazhit, tek ai grumbulli dhe i hidhnin atje. Mu duki në fillim si rast i izoluar, gjithmonë dhe vura në dyshje, vazhdova bëra një shëtytje, pastaj eca deri në fund të bregut të plazhit, dhe pas që pothuajse të gjithë po pastronin në të njëjtën kohë, më pas kur u ktheva nga ana e bregut, u ktheva nga ana e pjesës që është pas lokaleve, domethënë pas rrërës, edhe vura re që individët nuk kishin kosha fare, kishin vetëm kosha të vegjël, domethënë, edhe koshat e vegjël ishin vetëm për atë punë për robën që kishte mend që t'i vinte të hidhte vetë atje. Domethënë që nëse do të hidhej në kosh, atëherë kishte 50-50 shanse ato të përmbledheshin te koshi ku dëgjoni komunës, të vinin t'i asistonin. Nëse i lihet, ishte e sigurt të hidheshin në plazhin publik. Tani nuk kuptoj ta njerëz që kanë biznesin e tyre, sidomos restorantet edhe pjesët që ishin nga të dyja skajet, si mund të hedhin plerat që zhvillohen në ambientin e tyre 10 metra larg vetes. Është një absurditet shumë i madh.
po a kaluar fare pasaj vete të pjesa si biznesi, nuk funksionojnë asnjë lloj as incentivime, asnjë që kamarierët janë bërë siguri hap bukën e gojës tash po I fole. Megjithëse nuk kanë edhe faj, nuk kanë punuar shumë vite kamarier, normalisht edhe I shfrytëzojnë keq fare atje në Shqipëri. I shfrytëzojnë shumë keq dhe në një restorant peshku që ishim një herë, për shembull, filani s'kishte asnjë lloj krye kamarieri, I kishte gjithë shumë atrinj, porosit gabim, kuzhinieri I bënte të gjitha bashkë aty, dhe me ishte tip kazani dhe merrni ndaj një fetë, me thënë. Dhe çfarë mund të bësh si individ, si klient, normalisht përgjegjësi për ty është kamarieri, dhe kamarieri do I thosh gjithçka, domethënë, por absurditeti qëndron tek një tavolinë ngjitur me ne që kishin një problem, që nuk ishin ai që easy going, domethënë, e bën domethënë të madhe, tha që ato fakt se I keni bashkuar bashkë me vetë të gjitha. Pronari vjen e thot në vend që ti kërkoj falje dhe të ndryshoj diçka ose mos ja marrë lekët fare, siç ndodh çdo kund, me çmime akoma më shumë të larta dhe me cilësi akoma më shumë të lartë, dhe thotë që mos I binim qaf kamarierit. Edhe kështu është, po deshet rini, po deshet ikni. Që unë nuk e di, domethënë, në qa planeti jeton këta, domethënë, po janë çdo lloj standardi. Po nuk ka vetëm gjëra të këqija. Ajo Vlora ishte bërë shumë e bukur, goxha investime atje, mua më pëlqeu shumë, edhe në pjesa jashtë, në ato periferit, vete për në radhim ose Ilajja tjetër ishte kryevepër fare, për shembull, ishte për mendimin tim ishte diçka jashtëzakonisht shumë e bukur, ishte çdo robi që dëgjonte nëse nuk ka vajtur tek qendra muzeale apo nuk e di si quhet, qendër Vlor. Në fakt ato të fsheshi Flamurit edhe këto po atje po rikonstruktohen, me sa pa shumë se ishin gjitha në gardh, domethënë, po tek lagja e vjetër që duket shumë si në kohën e otomanëve, ose përpara otomanëve, nuk e kam iden fiks. Ishte goxha shumë interesante, mund të bëj një ose dy foto shumë të bukura në fakt. Dhe Edhe thrazo që këmënin për një lloj identiteti, se normalisht ka nuanca të të arkitekturës otomane, po prapë është gjë e jona, domethënë, nuk është gjë e keqe të jesh krenar për ato gjëra. Përkundër janë asete që duhen reklamuar sipas mendimit tim. Në rrugët ishin bërë mirë, ai pas I fjerit shumë duket që kishte zgjidhur shumë punë. Pavarësisht se po të kapet robi, mund ta gjesh të kapesh me shumë lloje, domethënë, por përgjithësi ishte goxha mirë, domethënë. Mbeta I kënaqur, po fatkeqësia më e madhe është për çdo rrugë si ajo bypassi Fierit, domethënë që bëhet deri në një farë pike ose deri në një pikë shumë të bindshme brenda standardeve, domethënë janë 10 deri në 150 rrugë të tjera që janë jashtë çdo lloj standardi. Edhe një nga ato është ajo rruga që kisha postuar në Facebook dhe Instagram para disa ditësh, që është unë nuk e di ku thërret Qameti. Unë kam vetë një teori për këto gjëra. Këto mostra që janë për kryetar bashkie, politikan, deputet apo krye pleqër, fshatrash, përdorin një lloj dhune ndaj zgjedhësve në mënyrë që ja shtypin kokën që gjithkohës nuk krijon asnjë lloj mundësie, domethënë ja vën fiks këmbën në gurmaz, derisa mos marrin me frymë dhe pastaj ja lirojnë pak, thonë ja tash ta solla. Edhe ai robi që ka qenë I shtypur gjatë gjithë kohës, edhe një vrim t'i zesh se ka rrugë, I duket sikur I ke dhënë dynjan. Për të gjithë ata që nuk kanë parë atë, unë sugjeroj ta shihni atë postimin që kanë bërë, domethënë, është bashkia e Dimalit ose Urës Vajgorore, kjo bashkia që rrugës di unë Juliana Mema, ose diçka e tillë, ose Memaj, nuk ka rëndësi, domethënë, sepse është gjithsesi
një fatkeqësi shumë e madhe që rob të tillë vetëm që i bëjmë rrugë, nuk kam asnjë lloj problemi, nëse nuk i ke fondet ose nëse do të vjedhësh ti paktën mos e nxirr. Mos e nxirr diçka që mund ta bëj dhe vetë ai shatari me karroca, e kupton? Po ja lësh aty e shpërndan dhe vetë ashtu siç e shpërndar ata. Më vonë sova që si nuk ishte as asfalt, ishte rrë bituminoze. Ta persona mund ta dinë, por është thjesht një përzierje materiali që unë se kisha parë ndonjëherë të përdoret në atë lloj forme për rrugë, domethënë, por ja që ndodhin këto gjëra në Shqipëri. Dhe si ajo rrugë, ose në fakt pak më mirë se sa ajo rrugë, janë shumë rrugë të tjera. Është një rrugë tani në Tepelen, për shembull, që mund ta krahasosh dhe me rrugën që çon nga Berati, që u reklamua si një nga perlat që do bëhen nga Berati, mes fshatrave që do nxjerrin nëpër met, domethënë. Dhe kur u reklamuan si rrugë turistike, alla frenga, domethënë që kanë francezët, e kupton, të vogla, dhe për trafik jo të madh. Tani paradoksin e të gjithë këtë çështje që ndron që këto rrugë gja janë të ndërtuara. Domethënë janë ndërtuar shumica në kohën e italianit, domethënë e kanë trasen normalisht të madhe sepse ashtu e ka kërkuar koha atëherë, domethënë ishin parashikuar të ishin damar që mund të përballonin një trafik, domethënë. Mile babi më ka një shprehje gjithmonë kur i ngrihen erat me të thoshte, nuk e di se ç'a bëjnë këta tani, në kohën e Xhaxhit kalonin 2 zis pa lëvizur nga rruga, domethënë. Dhe nuk ka nevojë të dish shumë rreth inxhinierisë ose rreth ndërtimit të rrugëve të kuptosh që ajo që këta bëjnë është thjesht një vjedhje, po vjedhje që nuk bie ai shumë në sy. Sepse nëse ti e ke gjatë trasen të përgatitur për 10 metra dhe nxjerr një rrugë që është vetëm për një makinë, do të ndalojë tjetra që të shkëmbehen. Këto më thënë që në një periudhë të afërt ti do të duhet ta zgjerosh, sepse nuk është një rrugë që të çon në theth, për shembull, që është fshat turistik, është një rrugë që kalon mes fshatrave që ka prodhime shumë të mëdha, si qershi, ulli edhe frutat e tjera, domethënë. Nga ajo zonë vjen dhe ulliri kokormadh i Beratit, domethënë, për gjithë ata që janë interesuar, si dhe vaj edhe të gjitha. Pavarësisht se tani i kanë mbjell edhe atje ku ka qenë me shalqie e pjepra e mbjell ullin, se normale nuk e kanë idenë rob se si funksionon tregu. Por e njëjta gjë me rrugën e Tepelenës, domethënë janë të dyja në të njëjtën vijë, janë trase të ndërtuara. Rruga ishte ishte shumë gati e burr. Unë nga një nga këto fshatrat, domethënë fshati i parë direkt në Berat e ka prejar dhe ka mbajtur shpesh atje. Rruga nuk donte asnjë gjë tjetër në punën e planimetrisë. Ajo traseja ishte atje. Duheshin 2 ose 3 vende disa barriera për shkitjen e dheut, që është normale, se nuk është diçka që është e pamundur, është normë tashmë. Dhe përpos kësaj donte vetëm një stres lidhje dhe pastaj stresin që kalojnë makinat sipër. Mos të kalojnë pastaj të flasin për sinjalistikë apo ku dëgjojnë këto vijat që nuk e din. Nuk s'kan harxuar boja, mos i gjykoj kot, mos nuk kanë më materiale apo. Por që është një fatkeqësi shumë e madhe, sepse mama ka pëlqyer pjesa në fillim, domethënë që po mundohen të bëjnë gjëra të tilla, po nuk ke pse e zët 100 herë me dorë, kur ti e ke mundësinë gjatë. Nuk është se po hap të rrugë të re, edhe vërtet do kushtonte shumë, se kushton shumë. Kur hapet një rrugë e re, pjesa që e heqjes së materialit të dheut të inerteve është një pjesë që shkakton jashtëzakonisht shumë kosto. Po kur ti e ke gjatë aty dhe nuk e bën, kjo është e papranueshme. Edhe në Berat, në qytetin tim të dashur, por fatkeqësisht të shkret, është duke ndodhur por afërsisht e njëjta gjë. Për njerëz që kanë qenë në Berat është ndërtuar sheshi përpara këtu e 4-5 viteve, e 6 viteve, nuk e di. Dhe ai shesh po prishet prap tani. Po prishet prap se do bëhet me parkim nën toksor, sepse kryetari i Bashkisë Beratit është plera Ervin Demo, që vdes për t'ia marrë pak në gojë Erion Velie, do të vdes të jetë në çiksi ai.
por që është një person që është bërnot fare, që nuk e shikon njëherë, që me informacionin që ka me njerëzit që pyeta vetëm të enjteve vjen në Berat deri në Tiranë që gjithkohës. Dhe ka vendosur domethënë që i duan dhe disa miliona të tjera atyre filanëve që janë në Berat, për mos përmendur emra, se unë akoma nuk e ndi veten e sigurt deri në atë pikë që mund të them çfarë të dua, domethënë, po gjithsesi ka vendosur që i duan dhe ca lekë. Afati i fundit ishte për mbarimin e këtij projekti me 9 toksor, ishte korik në stadion 22-23. Nuk ka rëndësi, fundi i korikut ose themi gushti i vitit 2021 duhet të ishte mbaruar. Unë isha fiks në gusht deri në fund të gushtit, se puna atje sa po kishte filluar dhe punonin me 2-3 punëtorë. Pa norma sigurie, pa asnjë lloj të mundshme. Pa kaput sigurie, pa asnjë gjë, pastaj do thonë që ja fut trapit kota shiti se nuk funksionon gjërat ashtu. Nga që nuk funksionon gjërat ashtu, ndodhin të gjitha ato që kemi dëgjuar ne të ndodhin fatkeqësisht. Por që nejse, rrugët përsëri keq. Fatkeqësia më e madhe që ishin që i gjithë rinia ishte zhdukur nga qyteti. Po që në gjimnazi Babut Karbonara, mbaj mend, kemi qenë në atë vit diku të 320 studentë, po them. Me afërsi, nuk jam shumë i sigurt. Po marrim një 49% që kanë qenë meshkuj, 48-49% kanë qenë meshkuj, i bie 150, po them, ose 140 kanë qenë meshkuj. Unë në atë qytet kam takuar shokun tim që punon menaxher, edhe disa të tjerë, dhe 2-3 filanër, kështu që i kam parë që i njifja si fytyrë. Asnjë tjetër, zero. Gjithë shoqëria ime ose gjithë njofja janë në Tiranë, duke dalë dita ditës, ose kanë ikur, punojnë në përqe maniera në plëkshu, ose studiojnë jashtë. Por pjesa dërmuese, që unë nuk e dija, mora vesh kur ishte atje, domethënë ishin në shtëpia bari, domethënë. Ne nuk kam asnjë gjë kundër, por kundërzi për ata që dëgjojnë, unë ju uroj gjithë mirat, thjesht qëndroni me mend në kokë, vlerësojeni riskun, vlerësojeni pjesën si sa po vuani tashin, nëse po vuani, nuk e di se si është, domethënë, po që nëse keni mend, përdorini për diçka më të mirë. Përdorini për të ndërtuar diçka që juve nuk e kishit kur ishte aty. Ju uroj që të jeni aq të saktë në veten tuaj sa të dilni nga ajo vorbull në ditë. Do ishte fantastike, për shembull. Atëherë vërtet besoj se mund të ndryshonoj diçka. Po që gjithsesi, secili e vendos vetë, uroj gjithë mirat, po jeni shumë të rinj akoma për të vazhduar gjithë jetën aty, kështu që më mirë bëni një dorë të mirë dhe filloni të ndërtoni atë ëndrrën tuaj ose objektivat që i keni vënë vetes. Edhe kështu shkova për të takuar njerëz, edhe vetëm shokët e mi takova, asnjë tjetër, pastaj ishte krip, asnjë lloj çaje. Domethënë vjen dhe pyetja që diskutoj gjithmonë me shokët këtej, që në Shqipëri nuk e se ku jeton me asnjë lloj vendi tjetër përveç se në Tiranë, se çdo qytet tjetër është i vdekur, çdo qytet tjetër nuk ekziston. Po është për një njeri normal është absurde, domethënë të jetoj në Berat. Dhe unë që jam avokati dhe jam pak kështu, dua të bëj ndonjëherë si patriot që e reklamoj e të bëj të gjitha. Jo vetëm për Beratin, po edhe për shumë qytete të tjera, domethënë se është një gjë jashtëzakonisht shumë e gabuar që çdo gjë është përqendruar në Tiranë. Në fund fare përballesh me realitetin dhe e kupton që e ke gabim. E kupton që nuk funksionon ashtu siç të doje ti të funksiononte dhe realiteti është shumë larg parimit.
pavarësisht se qytetet si Berati, Korça, ku dëgjon Kruja, Vlora kanë shumë për të ofruar. Domethënë çdo gjë është aq shumë e përqendruar në Tiranë, sa të çdo investim shtetëror do të thotë klasa e mirë e punës dhe studentët gjithë janë të përqendruar në Tiranë. Çdo mundësi i ke në Tiranë. Çdo gjë të mundur është në çdo institucion është në Tiranë. Çdo gjë është në Tiranë dhe për personat siç është edhe jeta sot, që ne kemi faktin tim shumë të informuar për shumë gjëra të ndryshme, normalisht në Tiranë do vesh të ke rrugë më të shkurtra për gjithçka. Në një bisedë që kisha me një shokun tim, në ditë që ishim në opera, po më thashë që o plako, po juve atëherë si keni bërë dokumentat për këtë në Gjermani, domethënë si mban shumë rruga nga Berati në Tiranë, domethënë si ke vajtë ambasada, si ke lënë takimet. Edhe ishte diçka në fakt që unë se kisha menduar për faktin se para unë kisha vllajën ato kohë që shkova në Tiranë për të ndjekur atë fillimin e kursit dhe për të bërë dokumentat, plus që edhe në çdo kisha vllajën, kam një familjar normalisht, xhaxha, hall, teze, më thete thash, e kupton, të gjitha. Edhe po mendoja domethënë që nuk e kemi idem fare, domethënë që ka dhe persona që mund mos të kenë familjar në Tiranë. Ose që mund të kenë, po s'duan të bien në qafë, që i bie që ata do të zgjohen diku nga ora 4, që zgjoj babi im kur ikte në punë. Do të vënë atje fiks për ato 20 minuta që është hapur ambasada, edhe pastaj të merren me notere me gjëra dhe të ikin prapë në shtëpi. Që po ta mendosh domethënë, po të kesh në Sarandë ose në Shkodër ose në Kuks, e të vish Kastilin Tiranë vetëm për të bërë këto gjëra. Është shumë absurditet, domethënë, është diçka që nuk e kuptoj edhe unë se si mund të funksionoj. Si dhe pjesa e postës, domethënë, postës, pjesa e postës në Shqipëri akoma nuk funksionon e tillë. Persona të ndryshme, profesione të ndryshme thonë që postën e përdor vetëm në qoftë se dokumenti nuk është shumë i rëndësishëm ose nuk e do sot, e do pas 4 milion vite dritë, kur ti do i qefi atij posterit ta tregoj. Sidomos ata që kanë në punë lidhje me shtetin, domethënë, gjithmonë letrat ose dokumentet e rëndësishme i dorëzojnë vetë në sekretariatin e institucionit përkatës. Pse? Sepse ndryshe nuk i merr njëri seriozisht. Shumica e firmave që janë të mëdha, domethënë që si për shembull si firma religjore apo XY, kanë një person të posaçëm që merr dhe çon letra. Ose pak më të që një fund, përgjithësia mund të jetë ndryshe, mbasi jam dhe unë gabim, por për sa i përket dienisë time, domethënë është pak smunduri, që ne nuk e di se si funksionon Tiranë, mbasi është rregulluar, është pak më mirë tani, domethënë, por në Berat, për shembull, nga qyteti që vi unë, kohët e fundit ka filluar që të vinë fatura dritave në shtëpi, tamam me numër me gjëra, që janë ka 5-6 vite ka që janë vënë emrat e rrugëve me tabela, me kështu se nuk e dinte njeri ku ishte, i kishte filan lagje, kthesa e parë Majtas te kabina elektrike, në gjitha të Maloren, 2 rrugë më vonë është ajo. Nuk ka ide fare. E tani që me mendoj, unë nuk e di as rrugën time tash, jo, rrugën e di, rruga jone ka emrin 7 Marsi, by the way. Hajde gjeje tash i tip se ka emrin 7 Marsi. Po numrin e shtëpisë nuk e di për shembull. Do ishte shumë e thjeshtë në fakt, po të funksiononte posta. Ka qenë diçka qesharake, e kam shih tani ka pasur djalin në Angli, për shembull, çdo herë që ai sillte diçka, që i dërgonte ndonjëherë letra, për shembull, shpejt fare, për bëhet fjalë kur kemi qenë klasë 3, klasë 4, I don't know, çfarë viti bie tash, viti 2003, 4, 5. Ishte një individ, domethënë që vinte deri te shtëpia e këtyre komshinëve dhe I thoshte ju ka ardhur post, edhe ikte. Thash, po plak, what the fuck, po ti apo vjen nga posta apo I thoj tyre që të ka ardhur post, pse nuk e solle ato të japësh tyre? Se di, domethënë nuk e përpunoj dot, domethënë si material. Edhe si kisha vënë re fare, derisa ja thash atij çokut, çu ndodhte, tha. Po mirë, tha, ai pse se solli? Me shikonti? Pse se solli?
duhet, nuk e di çfarë iniciative duhet. Domethënë, ja kam vendosur detyrë vetes dhe kam shkruar gjatë kohës se do mundom të flas për nëse dëgjojnë 10 veta, nëse dëgjojnë 1 ose nëse dëgjojnë 100 nuk ka ndryshim fare, po duhet të ngrihet pak diskusion apo do të ngrihet pak debat, nuk pse jemi ne kaq të heshtur. Mua më vjen shumë keq. Në çdo lloj muhabeti kafshësh që mund të bëja me njerëzit, domethënë apo më kurse ti janë ndej apo kështu jo po ashtu, po ç'a justifikimi është këtu? Ata që janë aty ku janë nuk kanë arritur aty duke ndonjë në kafe, e duke u qarë gjithë kohës. Janë qarë 1, 2, 3, 4 herë pastaj janë çuar në protestë ata. Se normalisht kur qahesh ti edhe shikojnë që nuk qahesh vetëm ti, qahen disa njerëz. Çfarë do bëjmë? Ne qahen edhe bashkë. Nuk detyroj institucionin përkatës. Detyroj institucionin përkatës të marrë masat e dura. Janë rritur çmimet e qerave të lokaleve në Berat. Pjesa e pedonales me 3 fishin që ka qenë më përpara dhe të gjithë nxehet, shahin, bëjnë asnjë lloj mase. Që e kuptojmë deri diku se është e ka, por e kupton dhe është normalisht është pak e frikshme se ka arsye pse shumë pak lajme dalin nga Berati. Dhe kjo nuk është fakti se në Berat nuk do të asgjë. Fakti është çdo gjë e ka, por është çdo gjë del filtr. Po edhe për vendet e tjera nuk ka mundësi. Si në çdo lloj drejtimi ka mangësi. Dhe kur dolën protestat e studentëve atëherë në vend të kërkonin kushte më të mira, ndërtime të gjitha kërkonin universitet free. Që e bëri Kosova tash që për mendimin tim ka për ta shkatruar sistemin fare. Nuk duhet të jetë pa pagesë, absolutisht jo. Dhe kur them për personat që kanë nevojë financiare, pastaj ka bursa, ka programe të tilla, nuk është argument që përdoret kundër, por normalisht nuk duhet të jetë free. Dhe nëse ti i reklamon këto kaq shumë, ti do vrasësh pjesën profesionale. Se ne gja nuk kemi shkolla profesionale në Shqipëri, gja mungon çdo lloj kualifikimi i dur që mund të bësh. Shumica marrin profesionin duke i vajtur një ustaj nga mbrapa. Që unë se marr vesh, domethënë, se si mund të mbash një treg të tillë. Edhe janë kompani të mëdha pasaj të ndërtimit në Shqipëri kështu funksionojnë. Babi im që s'ka punuar asnjë në kompani, ka punuar gjithmonë vetë, domethënë si mjes në ndërtimi me një ortak tjetër me punëtor. Gjithmonë ka pasur djem të rinj, me sa diu një 5-6 vjet, domethënë që i ka marrë pas vete një 2 vite afërsisht dhe ata kanë dalë me vete pastaj. Shumica kanë ikur jashtë fare dhe ja kalojnë shumë mirë, bëjnë punë shumë të mira. Por me sa mora vesh tash, domethënë gjithë ato rinj që deri në një farë pike vinin me individ si babi im, tani që babi im nuk është i aftë të punoj me ato, me thënë, siç janë edhe një pjesë dërmuese e personave në atë mosh, futen për kompanira që i paguajnë thjeshta për të kaluar bukën e gojës dhe bëjnë punë krau, nuk ka njeri kohë ti mësoj çdo gjëra, vetëm kur i mungon një punëtor thotë okay do bësh dhe këtë ti, edhe plas kokën tash, gjej anën vet. Ai që është me fat, që ka dhe vullnet, ja gjen anën, ai tjetri e kupton do kthehet prapë atje ku ishte te lopata. Zero perspektivë për profesionit. Ne kemi zero perspektivë për profesionit, zero perspektivë për klasën e ulët nga ana financiare të shoqërisë. Edhe në flasim për arsimin e lartë të falës. Po jo, mos zotëri se ku do i çoshi se ti nuk ke kapacitete, pastaj thoj pse ikin njerëzit. Nuk i ke më kapacitete e dura, ti nuk i ke mjaftueshëm vende pune për atë punë. Ke inxhinierim me mekanike që ndalin gjithë ata studentë në Shqipëri, domethënë, unë dy kompani njoh që duan inxhinier mekanik, domethënë. Është një kompani që bën tela, edhe një tjetër që bën kështu materiale dur alumin, si thonë, domethënë, për punim alumini e gjithë të tjera. Kurse po të duash të ndrosh një ku dëgjon një rrjet elektrik ose të ndrosh tubat një herë në shtëpi, domethënë, hajde gjeje filanin ti që e bën saktë. Se gjen dot. Edhe ne flasim se ku sta ndodhur asnjë gjë për arsimin e lartë fare. Fillohet nga A-ja, gjitha. Ngelen duke lyer shkollat të turpi zotit, që nga filloret e në veçare të gjitha, ore kapacitetet, mjetet.
numërin nxënësve në klasa. Pse nuk flet njëri për to? Jam i vetmi idiotun që më vjen këto gjëra në mendje? Unë do mendoja se kjo ishte diçka që mendonin të gjithë, nuk e kisha menduar asnjëherë që mund të ishte kështu gjë që nuk përmendet asnjëherë, domethënë. Në mbaj mendjen mi ulur 3 veta kur kemi qenë në gjimnaz. Kemi qenë 41 veta në klasë. Është absurditet. Ne flasim për arsimin e lartë që duhet jetë, jo të ulni kotat thoshin. Mba tash se kemi dalë keq të gjitha. Qëndron, unë se nuk e kam lexuar, nuk jam shumë i informuar tek ajo pjesa domethënë, po nuk është problemi ulja kotat, problemi është cilësia e shërbimit, do ta nisësh nga rrënja në fillim. Më ofroti mua atë shërbim maksimal, pastaj kotat i vënë universitetit tani. Nuk e kemi kulturë të bëjmë protesta e demonstrata, po edhe ato pak që i bëjmë, i kapim nga bisti. Është pak si kundërproduktive gjitha kjo. Mbase ndryshon, unë shpresoj të ndryshoj gjithsesi. Është dakord, njerëzit do merren me to facadat politike tash, jo kjo loja e bukur fare tash, Luli, Berisha, kjo është këtë, ajo që atë na thanë ata. Au ju koto, me të ndodhi ajo, ndodhën vrasi gjëra të çuar, çdo lloj emisioni, pastaj pa pritur nuk po na vjen keq që ka ndodhur kjo, po mos të kishte ndodhur kjo me Berishën, do e kishim trajtuar më shumë atë vrasin makabre, por fakte. Berisha is more important. Që se kuptoj që çam muti ndoa i roba koma, po i ka buri dheut. I ka vlasin a stresove. Nuk unë gope ka i shvite. Lëri taj qënë të tjerë, të hanë dhe këta pjesën e tyre. Ti i sol dhe këta. Ti arkitekti, Ik, si që ka thënë Ilir Meta me qetësime dashuri. Në gjithse dy se njef atë pjesë nuk është e ka ekzistuar në herë, po. Lëri këlyshtë tu, të me thënë të bëjnë edhe ata, jepja mundësin dhe atyre të bëjnë zagar, si puna jote. Si që ka lënë këta anës tjetër, të me thënë. Si që ka ngejrë tjetër. To e. Mendoj se edhe një gjë që duaja t'ja thoja gjithë atyre që dëgjojnë, domethënë nëse se keni diçka që ju mundon, domethënë dhe nuk ju shkon edhe mendoni se do të ndryshuar ky ligj, ndryshuar ai ligj. Në mendimin tim gjëja parësore që duhet të ndryshojë në Shqipëri, që duhet të jetë në mendjen e çdo shqiptarit, është ndërtimi infrastrukturor i të gjithë Shqipërisë, sepse kjo po na vret, po na shkatëron qytetet, po na shkatëron fshatrat, po na shkatëron kulturën, po na shkatëron gjithçka. Se dhe Tirana nëse do ishin në akset që lidhen me Tiranën të gjitha nga të gjitha anët shumë mirë, nuk do ishte me atë lloj fluksi që ka tani. Sepse nëse do ajo autostrada nga Tirana në Elbasan do vazhdonte deri në dalje të Beratit, për shembull, edhe merrte 2 degëzime, një në Berat përmet të Pelengji Rokaset dhe tjetra andej nga është bërë tash me sa di unë, ishte bërë mirë në Korçë. Atëherë nuk do kishte aq fluks i madh, domethënë, nëse ajo ekziston si rrugë në më pak se 1 orë nga Berati në Tiranë. Por çfarë bën, merren me investime fasade, investime idiote, si puna ajo rruga që është bërë tash aty zigzake nëpër Belçë, budalliqe, çfarë është kjo? Që zgjat 1 orë gjysmë, domethënë, po njerëzit e bëjnë thjesht për faktin që nuk ka trafik. Se kështu të merren mend, të vjen për të vjedhur gjatë gjithë kohës. Ktheu ante, ktheu këtej. Nuk mendoj se është diçka e vështirë për të kërkuar. Domethënë, është vetëm një mënyrë. Investimi në infrastrukturë është haja e të gjithave. Investimet në infrastrukturë janë zgjidhja e shumicës së problemeve, sepse ato hapin tregun, janë kur distancat janë më të shkurtra dhe shkëmbimi i informacionit, materialit edhe çdo lloj gjëje tjetër është më i shkurtër. Dhe me bërin e atyre evolucioni i çdo lloj gjëje, domethënë përshpejtohet
edhe është më i pastër, më qartësor. Nuk do dyndet në Tiranë, se nuk ke pse ke nevojë të jetosh në Tiranë nëse mund ta kesh gjysmore larg. Nëse rrugët janë në rregull. Amnesi është një diçka që unë e perceptoj si thjesht të kuptueshme nga shumica e njerëzve, do kisha jashtëzakonisht shumë dëshirë që të vazhdonte përpara, domethënë sepse ne kemi potencial. Kemi potencial, akset rrugore janë gjatë të planifikuara, akset hekurudhore domethënë janë në planin europian gjatë të ideuara. E vetme gjë është vullneti të cilën ndryshimin. Ky mungon. Më mendoj që me diskutim, me hapje debati, me duke folur për këto tema, mendoj se nga këtu fillon një ndryshim sa do i vogël në të ardhmen. Mund të flas me veten tani këtu, edhe për juve që dëgjoni, mund të flas me 4-5 shokë që kam në tavolinën time, domethënë. Por kjo nuk funksionon nëse ngelet aty, kjo funksionon vetëm që edhe nëse këta 4 shokë që kam domethënë do e bëjnë muhabet diku tjetër, të flasin diku me 4 të tjerë, për të vazhdoj si zinxhir, të krijohet një si ta them si një ideal i përbashkët, domethënë që kjo është gjë që neve na duhet dhe ne do punojmë ose do mundohemi të arrijmë këtë. Nuk është e komplikuar. Edhe shpresoj të arrijm një ditë, qoftë edhe për një rrugicë të vogël apo për ku dëgjon. Sado gjëra të vogla të jenë. Avash kur bëhet kalaja. Sa ne kaq kemi në dorë për momentin, të paktën të flas. Edhe shpresoj të dal për një kohë të gjatë, domethënë se pjesa e verës, domethënë me postimet edhe me gjërat që kanë bërë ka qenë në fakt e rrezikshme. Kemi marrë lloj mesazhesh ose persona, domethënë ish shokë të mi që janë të përfshirë në partira, në gjëra që kanë dashur të influencojnë pjesën një mos fol për filanin, mos fol për këtë, mos fol për atë, domethënë po që deri tani ja kam dalë dhe shpresoj që të dal akoma, domethënë duke thënë ato gjëra që duhen thënë, që nuk jam unë më i zgjuar as nga një tjetër, as thjesht nga që e ndjej si për detyrë, nga që kam një jetë paksa më të mirë deri tani në një vend tjetër që më garantohet fjala e lirë, e ndjej si detyrën time për ta bërë këtë. Unë mendoj se çdo njeri që është në një gjendje të mirë ekonomike dhe është diku i pavarur, mendoj se është detyra e këtyre si fillim të ngrenë zërin, që pjesa tjetër që është e varur të ketë një lloj shkëndije për të vazhduar përpara. Është një tragjedi, edhe komedi është. Edhe komedi është kjo që i thash, për të qeshur, domethënë si një anashkalojmë gjërat që janë për të ardhmen tonë për gjitha është. Apropo komedi, nuk e di sa nga juve ndjekin stand-up comedy edhe për gjitha, por para 2 ditësh, se di kur do hidhet kjo, domethënë po në fillimin e javës vdiq një komedianët për mua më të mirë të gjitha kohërave. Për gjithë ata që e njohin ose nuk e njohin Norm Macdonald, për ata që se njohin ja u sugjeroj, për ata që e njohin bravo i qof, keni shije shumë të mira. Ishte burr, ishte i smur 9 vite nga kanceri filani, edhe si kishte thënë asnjë njeriu. Edhe është humbje domethënë. Është shumë për një tim. Por që janë gjëra që ndodhen. Ai ka qenë viktime disa sulmeve për shkak të atyre shakape ose goditjes me anë të komedisë të personazheve të korruptuar, të inkriminuar.
Kështu që një sugjeroj ta zbulonin, nëse nuk e keni zbuluar, ka shumë humor versatil, ka humor të ndryshëm, ka tallje, ka humor të shumë që bëjmë në Shqipëri, ka humor të thjesht, ka humor të zi, ka të pisët, i ka të gjitha brenda, domethënë është një nga karakteret më komplekse dhe që në të vërtetë ka shumë të thjesht humorin, nuk është se merret duke shkruar 6 biliard gjëra dhe mezi pret, për thjesht mënyra është gjithçka rreth atij individi ka qenë kryevepër. Po që vdiq, iku. Tu do t'jesh rehat atje ku është, nëse ekziston, po që Nëse ta mbyllim për kësaj radhe. E mendoj të ishte pak më e vështirë, po ishte mirë. Ishte mirë duke provuar në të ardhmen, duke u ushtruar do arrim dhe mjeshtërimin e solo podcast. Për gjithë juve që arritët deri këtu, ju faleminderit shumë që e dëgjoni podcastin. Do kisha dëshirë që të bëni edhe like ose komente. Jam jo vetëm që i pranoj, po i dua edhe replika dhe vrejtje, gjitha, të më thënë, jam person pro debatit, pro diskutimit, kështu që do gëzohesha shumë për çfarë lloj mbështetje që juve mund t'i jepni, një subscribe, një like, ose thjesht një sugjerim tek shoqëria juaj, një shpërndarje. Gjithsesi mbetet në dëshirën tuaj. Më kryesorja është unë ja u di për faleminderit që u trashet me mua sot. Pas mirit, pafshim deri herën tjetër.